Mbi 20 banesa, lokale afariste dhe depo janë sekuestruar afaristit Shefqet Cakolli. Cakolli të arrestuar në shtator të vitit të kaluar në ndyshimin për shpërlarje parash, janë sekuestruar pasuri me vlerë mbi 2 milion euro. Urdhrin e ka lëshuar gjykata themelore në Prishtinë nën kërkesën e prokurorisë themelore të Prishtinës. Dhe ky rast është koduar me emrin Matje. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njofton opinionin publik se në kuadër të këtyre hetimeve, deri më tash pasuria e sekuestruar ka vlerën 2.286.054 euro. Kjo pasuri shtesë është identifikuar gjatë hetimeve në bashkëveprim dhe mbikëqyrje të ngushtë me prokurorin e lëndës nga Prokuroria Speciale në emrin e të dyshuarit Sh.C, thuhet në njoftim. Cakolli në shtator të vitit të kaluar ishte arrestuar së bashku me 2 persona të tjerë, Vildan Cakolli dhe Adnan Krasniqi.